emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrëma kudo që në ndishtë të ndëruar shikuas, para se të nisë me temën kryesore të këtij emisioni të zhvillimeve sotme politike, me lejoni fillimisht të ndaj një urim për gjithë besimtarët e shqiptarët e komunitetit krishter, ata katolikë e ortodoks, për festën e Pashkëve. Paçi bekimin e Zotit gjithë ju për familjet e juaja dhe urojmë që kjo festë rezatoj të reflektoj lumturi, dashuri e paqe kudo që ndodheni të nderuar vëllezër e motra shqiptar. Pas këtij urimi, natyrisht që një zhvillim dramatik që po vjen tash sa kohë ka të bëjë me Kuvendin e Kosovës. Kuvendi ende nuk konsiderohet i konstituar, meqense deputetja e propozuar për kryetare të Kuvendit, zonja Albulena Haxhiu, mori vetëm 57 vota të deputetëve të Kuvendit. Ajo për të votoj kundër Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike abstenoi, Nisma Social-Demokrata abstenoi, AK abstenoi, Lista Serbe po ashtu, por një, si më thënë, truk i madh duket se është aty tani çfarë po ndodh. Kuvendi mbetet i bllokuar. Një deklaratë që erdhi tash krejt në fund nga zoti Ramosh Haradinaj ishte se po të ishte kandidate për deputete, ishte nënkryetaria e Kuvendit Saranda Bugujevci apo deputetja nga ky subjekt politik Shqipe Selimi, AK do t'i bënte votat për ta votuar njërin apo tjetrën, por ishte një situatë tjetër se çfarë ndodhi sot, se si u zhbllokua Kuvendi në hapin e parë, ta them ashtu. U takorduan për të bërë ortak në mënyrë tjetër gjitha partitë politike për të mbyllur syt ndaj shkeljeve kushtetuese, në mënyrë që me unanimitet, siç deklaruan, ta kalojnë raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve, në mënyrë që asnjëri pastaj mos ketë alibi për ta çuar cilën do situatë të mundshme të supozuar të shkeljeve kushtetuese në gjykatën kushtetuese për kontroll të së cilës procedurë. Tani, a i gëlltiti fjalët opozita me këtë rast? A fitoi kauza e zotit Kurti, apo s'kishte kauzë fare opozita duke e bllokuar një punë qysh në start? Duket që krye argumenti tashëm politik që po e demonstron opozita ka të PDK, AK, LDK ka të bëj me pafuqinë politike të Kurtit për ta formuar Kuvendin, rrjedhimisht edhe qeverinë. A kemi situatën e ngjashme, sikurse në vitin 2014. Sot, 11 vite më vonë, do të diskutojmë me analistin Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Është e siret. Një ditë e shtunë, që në fillim ndava edhe në emër të televizion një urim për gjithë shqiptarët e besimit krishter, ata katolike, ortodoks, kudo që ndodhen. Urime gëzuar, patjetër. Ta kenë shëndetin, bekimet e Zotit dhe natyrisht harmoninë e lumturinë. Si ishin këto zhvillime sot në Kuvend? I ke jetuar situata ndryshme, duken si repriza 11 vite më vonë. Pak më të komplikuara, sepse në raport me para 11 vite, situata ishte bllokuar vetëm tek krye parlamentari, jo te kjo që ndodhi në Kuvendin e Kosovës prej ditës së parë nga 15 prill. Prej ditës së parë të fillimit të punës së tij, do të këtij Kuvendi që ka dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. U te kalu një hap, do deputetët i verifikuan mandatet e tyre, e dhanë betimin tashmë edhe zyrtarisht janë deputet në kuptimin e plot fjalës, mirë po Kuvendi vazhdon të mbetet i bllokuar sepse ky institucion nuk konsiderohet i konstituuar pa zgjedhjen e të gjitha organeve përfaqësuese, kryetarit, nënkryetarëve dhe kryesisë në përgjithësi. Kështu që jemi në këtë pozicion pa shtekdalje aktualisht. Partia në pushtet, partia fituese e zgjedhjeve në fakt, sepse ende nuk kemi parti fituese e zgjedhjeve, koalicioni, si doni le ta quajmë, e bëri propozimin e saj, mirë po kjo nuk kaloi. Ata të zbërthim këtë, domethënë, dhe shkojmë edhe pastaj për të hyrë në një retrospektiv se pse vënoi edhe
PDK, LDK, AK këtë proces të verifikimit mandateve të deputetëve. Por pse vetëm 57 vota? Po tash kjo është dëshmi që koalicioni fitues i zgjedhjeve ende nuk e ka forcën e mjaftueshme politike, nuk i ka numrat e mjaftueshëm për konstituimin e organeve, për zgjedhjen e organeve të kuvendit fillimisht dhe më pastaj të qeverisë. Kjo është e saktë, edhe argumenti i eksponentëve të opozitës se po dëshmohet dobësia politike, numerike e kryeministrit Kurti dhe po çmontohet narracioni i tij se është fitimtar absolut, kjo është e vërtet, nuk mund të kontestohet, sepse po t'i kishte, unë jam i bindur që sot jo vetëm kuvendi, por edhe qeveria do të votojë dhe nuk do të futeshim në këtë situatë pashtetëdalje që nuk di se si do të dilet. Ka të bëjë me dështimin e kryeministrit Kurti për të ndërtuar një koalicion edhe një partneritet bashkëqeverisës për të plotësuar kërkesat e atyre që tash po shihet qartë që janë edhe nga partitë minoritare jo serbe, do thotë nga numrat që po dalin, Duda Balja pas ka votuar, nuk ka votuar pro Albolinës. Indikatori i rëndësishëm, po ashtu kishte spekulime, qarkullonin kuluareve për një marrëveshje të mundshme ndërmjet 3 deputetëve të nismës me lëvizjen vendendosje, por edhe këtu u konfirmua që aktualisht nuk ka asgjë në këtë. Së paku sot asgjë nuk ka në këtë drejtim dhe që ishte përmendur madje edhe zoti Limaj si kandidat i mundshëm për krye parlamentar, mirë po siç duket nuk kanë arritur marrëveshje politike, nuk e kanë dalur që ti te kalojnë dallimet që i kanë se si do duhet të ndërtohej ky koalicion dhe jemi në këtë situatë çfarë jemi, por që me këtë bllokim të kuvendit, edhe të çështja e mosvotimit fillimisht të raportit, do të opozita nuk ka pas një kauz qartë politike dhe madje mendoj që në mënyrë të pavetëdijshme i ka shërby situatës, ja ka lehtësu situatën pashtetëdalje në cilën ndodhet kryeministri në detyrë Albin Kurti, sepse i ka dhënë kohë më shumë për të ardhur deri tek mbushi pjatën figurativisht të zbratë. Po i dha një armë politike edhe për shkak sepse ende presioni i afateve kushtetuese ende s'ka kaluar mbi kryeministrin Kurti. Do thotë tash çështja që kryeministri Kurti është duke bërë shkelje, duke i mbajtur sepse prej sot ai është edhe deputet, prej këtij momenti pas dhënies së betimit është tashmë në kuptimin e plot fjalës, është edhe deputet, a do të vazhdoj ta ushtroj detyrën e kryeministrit dhe në të njëjtën kohë të jetë edhe deputet, kjo mbetet shihet, duke dimë se si do të veprojë gjatë orëve dhe ditëve në vim, por aktualisht në këtë situatë do thotë kryeministri Kurti, kryeministri detyrë po e quajmë është ende pa presion sa i përket rrjedhjes së afateve kushtetuese. Fillimisht duhet të konstituohet kuvendi i cili nuk po arrin të konstituohet dhe nuk di çfarë zgjidhje tash ka opozita në këtë situatë sepse tjetër do të ishte situata sikur lëvizja vendosje në mungesë të numrave do të tentonte ta bllokonte nominimin e kandidatit të saj, mos propozonte asnjë emër, do të tentonte të blinte kohë gjithë një më shumë, mirë po ai tashmë e ka propozuar emrin dhe në këtë situatë askush tjetër nuk mund ta anashkaloj partinë fituese të zgjedhjeve për krye parlamentar. Kjo është pozitë që i takon me gjykim të gjykatës kushtetuese dhe nuk në këtë pikë do thotë as që vlen të diskutuohet. A do të jetë lojë humbur politike për PDK-n, LDK-n, AK-n dhe tjerë, pavarësisht që me qënëse referenca sfondi i angazhimit tyre në politikë bërje. Respektimi i normave kushtetuese. Do me thënë, i manifeston atë vullnetin tyre politikë për ta respektu kushtetutën, ligjen, fuqi, parti institucionaliste, parti që kanë kontribuar në shtet ndërtim me tjera. Cili mesazhi tash? Dëgjoj, tash këtu opozita ishte Partisë kaotike. së parë i takon me aktgjykim. Tash kone nominon ajo është çështje tjetër, sepse mund nominohet edhe dikush se ka në ndërkohë marrëveshje. Si deklaratën e Haradinat, po ta nominoni lojë politike? Lojë politike përpjekje do thotë tash përpjekje për ndikuar në lëvizjen vendosje që kandidatin e keni gabim sepse ne nuk jemi kundër të drejtës suaj që ta nominoni kandidatin për kryetar, por jo për personin në fjalë. Pra është a ishte një kandidat me hile duke ditë situatën. Mbase mund të jetë edhe me hile sepse ne tash këtu ka disa deklarata kontradiktore. Ne kemi qenë dëshmitar kur para një javë, nuk ka një javë, vetë
ish kryeparlamentari Konjunca kishte deklaruar që lëvizja vetëvendosje nuk ka emër ende për kryeparlamentar dhe kjo pozitë mund të shndrohet në temë të negociatave me njërin nga partnerët e mundshëm për bashkëqeverisje. Paralelisht ishte dërguar ftesa për takim konsultative dhe lidhjes demokratike. Ishte dërguar ftesa për takim konsultative dhe me lidhjen demokratike të Kosovës. Dihet mos hym tash LDK-ja e refuzoi një ftesë të tillë. Pra vetë zoti Konjunca kishte deklaruar që lëvizja vetëvendosje nuk ka emër për arsye sepse emri kryeparlamentarit i nënshtrohet një parimi tjetër, atij të votimit të qeverisë. Dhe lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat, e pa pranuar publikisht, nuk i ka numrat për votimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Në këtë drejtim duket kjo një lëvizje taktike për të blerë kohë, për ta mbajtur presionin e afateve kushtetuese mbi kuvendin e Kosovës, derisa eventualisht të arrihet ndonjë marrëveshje me njërin nga partitë, edhe me minoritetet, edhe me njërin nga partitë minoritare. Aty duke bisedu ka solli në mënyrë që ta zbërthejmë këtë votat. Përveç Hoxhiu mori jo më shumë se 57 vota. Lëvizja vetëvendosje u konfirmua që u rikonfirmua në fakt që i ka 48 ulse në kuvend. Janë edhe 9 vota të tjera nga pakicat jo serbe që i shkuan zonës Haxhiu. 57 që bëjnë. Tani këtu po mungon një vote, dy vota po mungojnë të pakicave jo serbe, që mund t'jetë Duda Balje dhe Veton Berisha nga komuniteti egjiptian, apo edhe po t'i bënte edhe po të ishte zoti Lima i pak të dy vota, me ata 3 deputet nuk mund të votoj. Nuk kaloi, ishte 60 arrit e kuota e numrit të votave. Duket që është një fazë e vështirë e brylave e presionit për të bërë koalicione, për ta mbështetur. A do të mbështetet Kurti për muri për ta nda atë hisën e madhe të pushtetit? Apo qëllimi i tij është të mos qeverisë me një qeveri të bresht të numra minimal, ta them 61 vota që duhet i ketë. Një fazë e vështirë, veç po i kthejmë argumentet tonë, një fazë e vështirë dhe që duken pak mundësi të dilet për kësaj, sepse sipas informacioneve të fundit, ato vlen të konfirmohen, ende nuk janë të konfirmuara, u tha që edhe Duda Balje do t'i bashkangjitet grupit parlamentar të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Gjithë do ta bëj edhe më të pamundur votën e saj në bazë të qëndrimit, nëse edhe ajo e mban qëndrimin e subjektit politik të Aleancës për votimin e qeverisë së Kosovës e të kryeparlamentarit. Në këtë situatë, po shkon duke u thelluar edhe më tepër kriza, po shkon edhe më tepër duke u vështirësuar sigurimi i këtyre numrave, gjë që e bën të diskutabile sa do të arrijë të sigurohen 61 votat e mjaftueshme për kapërcimin e kësaj pengese procedurale. Në anën e kujt do të jenë argumentet në debatin publik tash tutje politikisht? Dëgjoj tash, argumenti kushtetues janë dy lloj, edhe prej fillimit, ndërsa ret kujtohet na kur kemi bashkë biseduar këtu prej ditës parë kur u filloi të përshkallëzohet kjo krizë, bëhet evidente. Kom thonë që kjo duhet të interpretohet në aspektin politik edhe në aspektin kushtetuese e juridik. Për mendimin tim, mosvotimi i raportit të komisionit për verifikimin e mandateve, kam thënë mbase ka qenë një naivitet politik nga opozita dhe se në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme i kanë shërbyer jo ndoshta që kanë pasur qëllim, po mund të jetë gabim politik, i kanë shërbyer në atë situatë skenareve të kryeministrit Kurti për ta zvarrit sa më shumë procesin e krijimit të institucioneve. Në fundit kryeministri Kurti është në detyrë, ajo parashtroj para kushte që do të duke kërkuar dëshmi të prekshme dhe evidente që kryeministri Kurti e ofron dorëheqjen nga pozita e ekzekutivit dhe përcaktohet vetëm për atë të legislativit. Nëse të kujtohet në një para emision të citoj të jem përpiqen të jem i saktë. Mbani për fjalë. Kurti nuk do të ofroj asnjë dorëheqje tjetër siç e kërkon opozita. Nuk i nështrohet opozitës, refuzon. Asnjë dëshmi tjetër, kam thonë, përpas asaj që aja ka konsideruar se e ka ofruar. Domthon shoku i tij, Glau Konjuncës ja ka ofruar një dëshmi,
i thot që Qeku është dëshmia që unë kam dhënë ndërheqje. Pa disa spekulime se ai ka dorëzuar një në KQZ, mirë po nuk u bë evidente, KQZ-ja nuk e ka bë publike, mirë po tash derisa ne nuk e kemi parë. Po, ishte... Dhe çka ndodhi? Do thot opozita e votoi, po e quajmë kushtimisht opozita, partitë opozitare e votuan një raport. Normal tash ti u kriju një komision njërie për dorë. Mendi Krasni që tha u miratua rekomandimi PDK-s, dorëheqja kryeministrit dhe ministrave evidentohet në procedurë verbal. Dëgjoj, unë çka ka ndodhur në komision është justifikim i fortë apo i dobët? Jo, i dobët është. Çka ka ndodhur në komision prapa perdheve, unë nuk e di. Unë i referona vetëm raportit që zyrtarisht u propozu për votim nga kryetari i komisionit ad hoc për verifikimin e mandateve. Dhe ne ishim bashkë kur ndëgjuam atë raport. Çka potencoj? Ky raport i përsëritje në fakt. Duhet të votohet në mënyrë unanime. Dallimi ishte kjo. Duhet të votohet në mënyrë unanime dhe përbërjen e tij subjektet me numrin e deputetëve. Raporti i cili u lexu në seancë dhe u votu në mënyrë unanime sipas parakushtit të lëvizjes vetëvendosje, që e tha më herët edhe zonja Axhiu edhe zonja Kusari, kërkesat e tyre e lëvizjes vetëvendosje ishin që ky raport duhet të votohet në mënyrë unanime, do të kjo kërkesë politike e vetëvendosjes u lexua në seancë dhe u votua në mënyrë unanime nga të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Politikisht në këtë rast bën gabim që me 5 prill nuk e votuan këtë. Po çka fituan? E votuan një raport pa ndryshu asgjë konkretisht. Pa ndryshuar asgjë konkretisht në aspektin publik, në aspektin privat. Dhe me të çaje, në aspektin privat. VV pati kusht ose ta votojmë së bashku. Në mënyrë unanime ose nuk votohet. Ose nuk votohet fare. Dhe mënyrë PDK e ka përdin. Gëlltetën mbasi gjithë ato që thanë këto ditë. Dhe ta çfarë se janë në funksion janë gardian të respektimit të kushtetutës. Çfarë implikime ka kjo? Partitë gjithmonë po i quaj kushtimisht opozitare. Për shkak se ende nuk kemi konfiguracion opozitare sepse tani kanë bërë betimin, çka ndodhi? Nuk e kanë votuar me 15 prill raportin me pretendimin se me këtë votim do të bënin shkelje kushtetuese. Në të njëjtën kohë nuk ka ndodhur asnjë ndryshim evident publik. As unë nuk e kam po jam i bindur as ti që apo edhe teleshikues që po na ndëgjojnë nuk kanë po dëshmi shtesë të shkruame, të dokumentuame para te sekretaria e kuvendit, te KQZ-ja që ka thënë dëshmi tjera shtesë kabinetit qeveritor që e konfirmon se plotson kërkesën e partive opozitare, ndërkohë u votui njëjti raport pa ndodhur këto ndryshime. Gjë që është nën kupton që këto kanë votuar një raport të cilin vetë paraprakisht e kanë kualifikuar se është mund të jetë shkelje kushtetuese. Dhe pse lëvizja vetëvendosje ka vendosur parakush që të jetë unanim, që po shtin thojza që të gjithë të jenë të inkriminuar në një farë mënyrë, të gjithë të jenë peng të këtij raporti hisetar në këtë shkelje potenciale të mundshme të supozuar kushtetuese, sepse në fundit të e verifikon dikush tjetër, por ne vetëm po ju referohemi kualifikimeve. O bëjmë bashkë shkeljen kushtetuese ose asnjëri. Ose po shkojmë. Ishte derivati marrëveshjes politike. Që ishte derivati i propozuar nga VV. U shkuan disa ditë shoqëria u moles si më thonë u mbajt peng e lajmeve të thëna koti kështu që vërdalleshin andej këtej silleshin. Dhe në fund u votua i njëjti raport. Në një konstrukt krejt tjetër, siç e thatë. Në një konstrukt tjetër, në kushtin e VV-s, ose po e bëjmë bashkë figurativisht shkeljen, ose nuk me bëjmë vesh ne. Kështu që ajo që ndodhi satisht këto, por duket se bllokimi është tek kryetari i kuvendit është një deklaratë që ka dhënë zoti Faton Peci, i drejtohet PDK-s LDK-s atyre tjerëve që se votuan zonja Axhiu gati me mesazh ultimativ. Opozita thotë ta votoj propozimin e VV-s për kryetar të kuvendit, të mos e vonoj. E kanë shembullin mbase të vitit 2014, po bën gati të si më thotë ballafaqohen në opinion publik me PDK LDK, me partitë shtet formuese të vendit, nëse të tillat kanë gojën plot për respektim kushtetute. Ato duhet në rrethona racionale politike që cili do që propozohet nga emër kandidat për kryetar kuvendit nga partia e parë që fiton zgjedhjen. Me atë gjykim do duhet të votojë.
kuvendi është një tempull i të gjithëve, i atyre që marrin pjesë në pushtet, i shumicës dhe i mazhroncës dhe i opozitës. Tash, unë dje rrit edhe me një shkrem edhe... Duhej objektivisht të votoj. Po, dje... Rrethona racionale politike, ta shmangin veprimet malicioze kështu. Blokadën. Dje edhe në një shkrem edhe në analizë që kam bërë, kam thonë që edhe nëse te kalohet kjo situatë, jam skeptik që kryeministri në detyrë Albin Kurti do t'i nënshtrohet kërkesave të opozitës për krye parlamentar. Dhe duke marrë tash si shkas edhe nga kjo që ndodhi, do të partia fituese e zgjedhjeve ka bindjen që duke e marrë presionin e afateve kohore mbi kuvendin mund ta përfitoj edhe pozitën e krye parlamentarit, sepse partitë opozitare kanë demonstruar një lloj frike dhe ankthi nga zgjedhjet e mundshme të parakoshme. Mirë, tha Krasniqi, zoti Krasniqi tha propozoi qershorin për zgjedhje. Tash ai ka propozuar mirë, po veprimet sikur tishin gatshëm për zgjedhje nuk do të votohej ky raport. Sot nuk do të votojë. Votimi i këtij raporti tregon që ato nuk janë, sepse do të ishin ndërtuar. E demanton Krasniqi thotë. Demanton veprimi i tij, demanton retorikën politike. Sikur tishin gatshëm për zgjedhje, ato do të qëndronin konsekuent para kushtit tyre politik që o bjerë dëshminë e shkruar e të prekshme që ti mo nuk guxon me hyrë në qeveri të Kosovës, du me thonë Albin Kurtit, ose ne po shkojmë zgjedhje dhe një muj pasi dështon të konstituohet kuvendi, presidentja e ka në kompetencën e saj, tash ti shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe do të kalonim në një fazë tjetër. Nuk e kishte një mend. Nuk e kishte një. Arsyet pse kryeministri Kurti nuk e lëshon këtë pozitë, kanë thonë edhe analistë tjerë, po e përsëris mbase ka të bëjë edhe me dyshimet e tij se nëse pas një viti nuk mund të zgjidhet presidenti, vendi po ashtu detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja dhe ushtruesi detyrës së presidentit është kryeparlamentari. Dhe është një pozicion shumë i madh për ta sakrifikuar kryeministri Kurti në për ta ndarë me dikon tjetër. Për ta ndarë me dikon tjetër. Sepse edhe ushtruesi detyrës së presidentit për ata 6 muaj sa e ka atë detyrë, ka kompetenca, ka gjë serioze. Është një lloj nervash thotë. Është një lloj nervash. Kështu që unë jam i bindur që duke qenë se kush dorëzohet më i pari thu. Po kush dorëzohet më, unë jam i bindur që në këtë rast kryeministri Kurti do të tentojë ta marrë peng situatën, sepse nuk e ka problem. Ka dëshmuar që përfitojnë prej situatave që i mban peng politikisht, ta ushtrojë presionin mbi partitë opozitare, sepse dallimi me 2014-ën cili është? Dallimi me 2014-ën në raport me aktualisht, pasi nuk e kishin votuar kandidatën e Partisë Demokratike, subjektet opozitare e kishin votuar Isa Mustafën. Tjetra ajo që u konsideruar më pastaj votim jo kushtetues. Tash nuk kemi as kryeparlamentar, tash nuk mund procedohet me tutjen e organet në atë kohë ishin konstituuar, por procedurat ishin jo kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e vlerësoi që duhet të kthehet në pikën 0 procesi. Tash është situatë tjetër, kuvendi nuk po arrin të konstituohet. Nëse nuk arrin të konstituohet, thanë edhe institucione juridike të specializuar që mirën me këtë punë, presidentja ka obligim të jap rrugëzgjidhje këtij problemi. Dhe mbase mund të rikthehet përsëri në skenë frika e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Dhe duke marrë parasysh këtë frikë, këtë dështim të parë të partive opozitare, këtë demonstrim të tyre që e bën lëshimin e parë, atëherë jam i bindur që edhe për këto manëm për fjalë, sikur për ato që kam thonë që kryeministri Kurti nuk ofron dëshmi tjetër, jam i bindur që tashmë deri në maksimum kryeministri Kurti do të tentojë ta shfrytëzojë këtë situatë për të ushtruar presion mbi partitë opozitare me skenarin për ta lodhur me skenarin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme me qëllim që ta përfitojë edhe pozitën e kryeparlamentarit dhe pasi ta përfitojë, do të kemi negociata për ndarje të resurseve qeveritare me njërin prej partive, cila do të qoftë ajo që me gjas më të madhe me nismën, sepse në këtë situatë kryeministri Kurti e bën edhe një kalkulim tjetër. Edhe nisma më nuk ka çka të humb. Edhe nisma do thotë nëse e humb pozitën e kryeparlamentarit, megjithatë pozitë pa favorshme lima i thu. Po pozitë pa favorshme, prishja me ne po çfarë i kanë raportet me Aleancën para Melinikos, dhe është iluzore të mendohet që nisma mund ta kalojë pragun prej 5%-ve nëse shkohet. Ato peci thotë jemi në një momentum të ri ku ne kemi bërë përpjekjen e parë për zgjedhjen e kryetarit, të kuvendit ekskluzivisht i takon vetvendosis opozita të mos se vonoj vendin për 48 orë në ardhje. I takon lëvizjeve vetëvendose dhe në funksion të kësaj ne menduam që opozites i ka kaluar
smira dhe xhelozia për humbjen e zgjedhjeve, duke se bëjnë tallen pak me Po e kanë në dorë një aset që po ja lejon vetë opozita po ja lejon, sepse nuk ka rrugë zgjidhje, nuk mundet tashmë është e certifikume, normativizume, e legalizume, që askush tjetër, asnjë subjekt tjetër politik nuk ka drejt të bëj propozim për krye parlamentar duke anashkalu lëvizjen të vendosje. Ky skenar është kryt në 2014, nuk mund të rikthehemi më para 2014-s. Ky skenar është i përmbyllur. Mënyrë taksative është, partisë fituese. Edhe me komentar të 2013-s edhe me akt gjykim të 2014-s. Ky është një presion për shkak të luksit që ka aktualisht partia fituese e zgjedhjeve. Kjo argumenti legal dhe politik është thunë në anën e Zotit Kurti. Aktualisht po, për shkak se po ja mundsojnë. Nëse nuk ndron loja politike. Nëse për shkak se po ja mundsojnë, dhe as më tepër tash edhe frika se partitë opozitare mund të krijojnë koalicion qeveritar në herën e dytë ka marrë fund, sepse e kemi parë që është iluzore të pritet që mund të ketë ndonjë riafrim ndërmjet aktualisht edhe me Zotin Limaj nuk i ka votat për qeverisur, për të drejtën. Me këtë Kurti po e shtyn që të rrjedha fati kushtetues, se po u konstitua kuvendi, fillon të rrjedha fati kushtetues. Ai ka 15 ditë i ka në dispozicion. dispozicion. Po e shtyn presionin direkt mbi veten e tij. Abdixhiku ka deklaruar kështu politikisht. Sot tenton ta kapitalizoj politikisht situatën sot me mungesën e numra për kryetarin e kuvendit. Perdet sot ranë. Numra dhe arsyet e bllokimit u panë. Dëgjoj, perdet sot ranë këto janë deklarime formale. Është ripërsëritje e të njëjtave deklarata kur nuk u votu raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve. Posa dështoi ai votim, eksponentë të opozitës tanë ja e dëshmuam dobësinë numerike të lëvizjes vendosje. Çka ndodhi në fund? Në fund ndodhi u votu i njëjti raport pa asnjë ndryshim të prekshëm publik, për cilin u sajuan argumente kushtetuese legale që s'duhet të kaloj, por që në fund kaloj me formalisht me një ndryshim se u kriju vetëm një komision i ri e tjera. Imagjinoj situatën tash vetëvendosja duke insistuar që të respektohet kushtetutshmëria, kur ky subjekt politik përsa ko qeverisi është kjo çështje evidentuar, po i referohem denoncimeve që janë bërë vendimarrjes qeverisë të këtij subjekti, ku është konstatuar shkelja kushtetutës Kasolli. Për atë po them, është identifikuar si një lëvizje politike që edhe sulmon sistemin e drejtësisë, si më thonë, demonizon individet, bën betejë ad hominem me individ, me emra personash në sistemin e drejtësisë, ka pas rekorde shkeljes kushtetues 11 gjithsejt, dhe në anën tjetër të shohim tani kjo nuk e amniston ta shohim vend tani duke komunikuar mbase me gjysmëtallje me oponentët. Ja, kjo është betejë politike absolutisht. Duke me gjysmëtallje po them me oponentët, duke u thënë jeni parti shtetformuese. Po, jo, kjo nuk e amniston lëvizjen vendosje, kjo betejë politike nën kuptohet absolutisht këto gabime politike sikur ato me raportin edhe tash nuk amnistojnë lëvizjen vendosje nga raporti. Pajtona është një paradoks. Në diskursin publik, në betejën publike kështu. Është një paradoks në shikim të parë, mirë po absolutisht kjo nuk e amniston lëvizjen vendosje, ai ka barrën e saj të sjelljeve abuzive me sistemin kushtetues juridik në vend, me gjuhën e papranueshme që ka pasur ndaj këtij sistemi. Kryeministri Kurti me që është thtar shumë i madh i respektimit të këtyre procedurave, po i rrin mbi qafë tema e dëshmisë pranë organeve juridike dhe refuzon me 250 euro, refuzon të shndrohet në dëshmitar për një temë e cila ka shkaktuar një lloj ka qenë debatit madh publik. Mirë, po tash këtu jemi vetëm në kuptimin kush politikisht po tenton ta përfitojë prej situatës. Ato që Kurti nuk arriti ta marrë me nën shkurt, apo përpiqet politikisht duke manovruar ta marrë tani. Po. Duke mos u lënë pushtet të tjerëve. Qëllimi i tij është një që vetëm ta ndaj kërkoj 500.000 vota. 500.000 vota. Atë që nuk arriti ta bëj me nën shkurt me votën, apo përpiqet duke manovruar politikisht ta marrë. Duke i vënë në friksim oponentët. Ti fitoj 2 pozita të mundshme, serioze shtetërore, sepse ajo e presidentit është temë tjetër që do të hapet vitin e ardhshëm, por të paktën 2 pozita, një atë të kryeministrit dhe tjetrën të kryeparlamentarit.
është krijuar, besoj, kalkulimi edhe supozimi që me lëshimin e parë që e bën 3 partitë tjera duke votuar të njëjtin raport pa u plotësuar. Samurin e bardhë e çuan. Jo vetëm dëgjoj, unë do ta kisha mirë kuptuar edhe votimin e raportit sot. Edhe ka përdirjen e deklarimeve, por ditën kur 3 partitë sipërcekura i parashtruan kushtet për dëshmim të dorëheqjes të kabinetit qeveritar me kryeministrin, të nesërmen kryeministri në detyrë Albin Kurti ka marrë mbledhje të qeverisë dhe ka marrë një vagon me vendime ka marrë. Me 16 janë të panumërta vendime qeveritare që ka marrë. Po ma shumë ka marrë vendime me 16 prill se sa nëse këshyrim me analizu që 2-3 muajt e fundit. Mesazhi ishte provokues direkt. Shpërfillës. Nuk shpërfillës, injoros, unë nuk jap asnjë lloj llogari ndaj kërkesave të juve politike. Çme 15 prill protokolli të kë me 16 prill. Jo, me çme 15 prill. Seancën e parë konstituive bën gabim politikisht. Bën gabim se edhe me gabimi është më i madh tash që u votui njëjti raport pas shpërfilljes që ky u bëri me 16 prill. Sepse me 16 prill nëse unë thash, nëse i merr ishe numrin e vendimeve që i ka marrë kryeministri Kurti, po që një muaj nuk ka marrë aq numër të madh vendimeve sa mund rriadet. Nuk ishte problemi të ato vendime, ishte të mesazhi politik që e transmetoj, që unë nuk jap llogari dhe i shpërfilli totalisht kërkesat e juve politike. Dhe kjo tërheqje tash hapin e parë fitoi Kurti. E fitoi politikisht. Politikisht në aspektin kushtetues kjo mbetet të interpretohet se ka dikush guxim për me çuar me u bën ortak, u bën ortak, po. Nëse ndodh ndaj shkelje kushtetuese, është vendim kolektiv, është vendim kolektiv. Të gjithë. Se edhe tjetër ti shkon shkelja sikur ti shbos që mos ishte adresu publikisht kjo, dhe opozita kish mujt më arsitu që këtë ka bërë nga mungesa informatave, por tashmë ata kanë votuar për diçka që paraprakisht e kanë kualifikuar si shkelje potenciale kushtetuese. Dhe duke qenë se e fitoi këtë situatë politike, i detyroi partitë opozitare ta anashkalojnë zotimin e tyre për të mos votuar një raport të tillë, atëherë ai mbase kalkulon që ta shtoj presionin edhe më shumë që ta fitoj edhe pozitën e kryeparlamentarit dhe tek pasi të kryhet kjo procedurë të hapen negociatat për formimin e qeverisë. Ministri jam i bindur që do të jetë gjeneroz, do t'ju jap ministri kushdo që prej partive ka interes të bashkë qeverisë me të, por këto dy pozita të rëndësishme, e para e kryeparlamentarit dhe më shumë se sa e kryeparlamentarit aktualisht, duke marrë parasysh atë që mund të na pret vitin e ardhshëm për UD-n e presidentit. 6 muaj ka. 6 muaj ka. Për atë që na pret për vitin e ardhshëm, për rëndësinë që kjo ka opozit për pas 6 muaj dhe këto të kryeministrit, këto janë tema të mbyllura, ose kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, ose kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, ose kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, ose lëvizja vendosje do t'i fitojë të dy këto pozita. Është, domethënë, propozuar për herë dytë Albulina Haxhiu nga ana e zotit Konjufsa, dhe zoti Konjufsa ka thënë ju lus thirrni mendjes. Tani këta insistojnë atë debatin që u takon me të drejtë partisë së parë fitueses zgjedhjeve pozita e kryetarit të kuvendit. Çështja që sqaroi siç e tham edhe gjykata kushtetuese në vitin 2014, kur gjithë ishin bërë bashkë kundër PDK-s në atë kohë, dhe u sqarua kjo punë, i takon partisë së parë. Na jemi këtu, unë jam i bindur që kjo tash nuk do zgjidhet shumë shpejt kjo temë, do të kemi hyrë në një fazë të re të një pengu institucionale, të një blokade të re institucionale. Lëvizjet palëve nuk do të ketë në këtë drejtim. Këtë drejt sepse vetë Dehari kryesuesi i seancës se ndërpreju seancën, sepse lëvizjave të vendosje nuk i kishte votat për zgjedhjen e zotit Haxhiu kryeparlamentare. Seanca tjetër mbahet, vazhdimi i seancës. Vazhdim. Tash jemi në vazhdim të seancës. Pas 48 vazhdim, pjesa parë, 2 e 3, është shndru gati në një plenum, nëse më ta them ashtu, me këto pas 48 orësh do të jetë vazhdimi i seancës së ardhshme, se në 2 rundet zoni Haxhiu humbi drejt në rundën e parë mori 57 vota, në vazhdimin e saj seancës sot, domethënë u ndërprej se nuk i kishte numrat. U konstatua se nuk ka numra dhe pas 2 ditësh që i bie të hënën, do të kemi sërish Kuvend të Kosovës
mbledhje të Kuvendit Kosovës, tentim për të konstituar. Tentim për të konstituar. Por jo që do të ketë rrugëzgjidhje. Një dramë baze teatrale që shndërrohet në një gati torturë politike për votuesin kosovar Kasolli. Nuk ka diskutim marrë parasysh tash në të njëjtën kohë kur Kuvendi do thotë po tenton të konstituohet, ne pam protestën e qytetarëve të Kosovës për rritjen e tarifave të energjisë elektrike, mirë po tash jemi në këtë blokadë, do të na duhet një kohë gjatë mirëmi me të. Vendi sipas bindjes time po ja jap vetes të drejtën të jap një parashikim politik të tillë. Lëvizja Vetëvendosje nuk besoj që do të bën kompromis me pozitën e kryeparlamentarit. Ajo do të tentoj të mbajë nuk e djeg Nuk e di, jo zonin Haxhiu, nuk po them tash si konkretisht zonin Haxhiu. Unë mendoj që mbase zoni Haxhiu nuk zbrapset nga propozimi. Nga emri i saj, do mund të jetë një emër tjetër gjatë ditëve në VM, mund të rikthehet përsëri Zoti Konjuca si kryeparlamentar, sepse edhe kjo mu dok si trik. Cila është arsyeja që të mos propozohet Zoti Konjuca kryeparlamentar? Me që Lëvizja Vetëvendosje insiston me të madhe ta mbaj. Këtu mu dok një lloj loje edhe një lloj tentimi që të ruhet Zoti Konjuca më tepër. Mos ekspozohet si një figurë e cila nuk arrin të siguroj 61 numra. Kjo më duket edhe një taktike brendshme lëvizjes Vetëvendosje në mënyrë që Lëvizja Vetëvendosje në këtë rast e përdori më shumë politikisht Albulena Haxhiun në fazën në cilën ndodhet. Ma shumë dome anësore thonë. Ma shumë dome anësore në mënyrë që të ruhet figura e Glauk Konjucës. Sepse është në sens logjik, cila është arsyeja që Lëvizja Vetëvendosje të mos e propozoj arsyeja politike, të mos e propozoj Glauk Konjucën, a janë të pakënaqur me mënyrën se e ka menaxhuar Kuvendin mandatin e kaluar. Këto pyetje janë legjitime tani. To janë disa pyetje që duhet të shtrohen për diskutim publik. Se nuk u propozuar. Ai është taktik mos propozimi. Unë e shoh taktik për ta ruajtur, sepse ose deklarojnë publikisht argumentet se kanë qenë të pakënaqur me mënyrën si e ka menaxhuar Zoti Konjuca Kuvendin mandatin e kaluar dhe kanë shpresa dhe mendojnë që Albulena Haxhiu do jetë më e denjë për këtë detyrë. Po fakti që mungojnë këto diskutime publike dhe befa se papritmas nominohet Albulena Haxhiu dhe ruhet Zoti Konjuca, ky është një përdorim politik që ja bëri Albin Kurti Albulena Haxhiut me qëllim që ta ruante personalitetin e Konjucës. Edhe në pamjen e Zotit Kurti nuk shihet një dramë rëndësishme kështu politikisht se ka dështuar ky votim. Duke me gjas i inkurajuar me gjithë këtë situatë. I pëlqenin këto situata? Jo, Zoti Kurti tash kthehet në qeveri. Pas këtij dështimi kthehet në qeveri dhe vazhdon pozitën. Bën foto nga qeveria. Mora këto vendime thotë. Mora vendime, është komod, është edhe në këtë aktualisht, në presioni është mbi Kuvendin, është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014 i obligon të gjithë deputetët, jo veç një, i obligon. Aty janë deputet të lirë, e bëjnë vetimin. Edhe presidenti ja u referua atij aktgjykimi që ta kemi parasysh, thotë të gjithë deputetët kanë për detyrim të mos e bllokojnë konstituimin e institucioneve që dalin nga zgjedhjet. Deputetët e Kuvendit, deputetët nuk thot subjektet politike. Jo. Sepse është shumë e rëndësishme formulimi që ka thënë gjykata konstitucionale. Nuk thot duhet marrëveshje politike, nuk thot që është obligim i subjekteve politike, por është obligim i atyre që e kanë fituar pozitën e deputetit të mos e bllokojnë procesin e konstituimit të organeve që dalin nga zgjedhjet. Kështu që kjo tash është më përgjithësi kushtetuese dhe obligim i çdo deputeti sa dojnë sillen në konform këtij aktgjykimi kushtetues apo mbase ta marrin peng vendin edhe për një kohë që nuk dihet që sa. Si ta bëjmë rekapitulimin politik sa jave. Rekapitulimi një fitore një fitore të partë për Zotin Kurti. Po, një fitore me qenë se PTK dhe tjerat u tërhoqën nga zotimi në mënyrë tjetër, gjithë ato që thamë për nga 15 prilli këtej se po shkrimit kushtetuta. Po tash mund thuhet edhe kështu. U bën në një mënyrë tjetër ortak të supozuar të shkeljes kushtetuese. Po me që ne nuk jemi në terren partijak, nuk jemi në terren partijak për ta marrë me termat fitores së humbjes, mbase mund themi që subjektet opozitare u ndërgjegjësuan mbase për veprimin jo të duhur politik që morën me 15 u ndërgjegjësuan. Po që të jemi më të kujdesshëm sepse ne nuk jemi fituar na humbën ata, do të thotë. Unë e kam për ta përshikuesin e rëndom si ta
Lexoj. Unë do ta definoja si një lloj ndërgjegjësimi. Mbrapsje. Nuk po përdori terma të nuk po përdori terma të tillë kategorik, por do ta konsideroj më tepër si një lloj ndërgjegjësimi për veprimin e jo të duhur politik që e kishin bërë me 15 prill. Çfarë implikime politike tash krijon? Kjo mbetet të shihet. Mirë po, jemi në një situatë ku përsëri nuk ka nevojë ta përsërisim. Kryeparlamentari kalon nëpërmjet subjektit më të madh fitues të zgjedhjeve dhe më pastaj këtu shohim se si do të lëviz procesi. Politikisht është humbje kohë. Është humbje kohë dhe kjo humbje kohë kushdo që e merr përsipër barrën e përgjegjësisë, mbase mund të ketë kosto edhe te qytetari nesër, sepse humbje kohë është. Nuk po formohen institucionet, nuk po shkon në vend vota e qytetarit e nën shkurtit. Njerëzit votuan për të formuar institucion, nuk votuan për të vonuar formimin e tyre. Pajtohemi plotësisht dhe nuk e vëshvlerësuar se ligjet, fuqi dhe kushtetuta nuk është problem që të formohen institucionet, është problem egoja, vullneti, inatet politike, ato që mund të prolongojnë, vonojnë, mund të nxisin manovra politike ndryshme për të konsumuar çdo rrëfaqe për akomodimet e tyre në pozita pushtetit. Unë kam mirëkuptim edhe për vonesat, kam mirëkuptim politik edhe për vonesat sikur ato të ishin në funksion të harmonizimit të programit qeveritar ndërmjet partive të ndryshme politike. Sepse edhe në vende tjera të botës me demokracitë konsoliduara ndodhin vonesa të tilla. Por jo në këtë mënyrë si po ndodhin këto. Do të për shkak sepse dy subjekte kanë konkuruar para qytetarëve me qëndrime të ndryshme politike, me premtime të ndryshme politike, elektorati ka vendosur që asnjëra prej tyre të mos e gëzoj, të mos e fitoj shumicën absolute, atyre ju duhet të negociojnë tash. Qeveri koalicioni. Qeveri koalicioni, atyre ju duhet tash të negociojnë për formimin e institucioneve të reja dhe kjo nuk bëhet brenda natës për shkak se secili prej subjekteve në fund duhet t'jap llogari për premtimet që i ka dhënë para elektoratit. Dhe duhet të harmonizohen programet. Dhe unë do të kisha mirë kuptim në këtë drejtim. Dhe kushtetuta nuk është problem. Nuk është problem. Jo, janë problem njerëzit. Po, edhe unë do të kisha mirë kuptim. Po, do të kisha orvatjen për akomodim në pozita pushteti e shndrojnë në shtyrje në blerje kohë. Sepse po e zom në Belgjik, ndodh 6 muaj derisa të formohet qeveria, a di për çka bllokohet? Edhe 2 vite kanë. A di për çka bllokohet situata? Po e zom për TVSH-n për fermerët. Njëra prej partive politike ka premtuar që tulet TVSH-ja, tjetra të ngritet, ato bllokohen aty. Realiteti është Sinata me ditë. Sinata me ditë, po pse po bllokohet këto? Cilat janë arsyet? Jo mund ta kanë kjo pozitë ty. Jo e votoj raportin, jo se votoj raportin. Nuk ka këto bllokim për program, nuk ka bllokim për harmonizim të qëndrimeve të ndryshme sociale, politike, institucionale. Ka veç pari PDK, LDK, AK nuk të nënshkruan deklarate përbashkët për alternativë qeveritare anti-Kurthi, nëse mund ta them figurativisht. Siç kishte ndodhur në 2014. Siç kishte ndodhur në vitin 2014. Për t'i dhënë shans t'i konsumoj procedurat ligjore kushtetuese partisë së parë dhe kur të vijë Rani, pastaj të provojnë PDK-LDK, AK nismat azëm e tjere ta bëjnë qeverinë. Por kjo nuk ndodhe, edhe midis këtyre partive ka fragmentarizim, ka dallime, ashtë të mëdha sa që janë të pa mirë mbajtshme aktualisht, por me gjasë javën tjetër përsëri. Po edhe keq, ajo që kam dëgjuar thotë edhe një lloj keq citimi kushtetues që po e bën edhe Partia Demokratike e Kosovës, nëse dështon herën e parë Kurti ta formoi qeverinë, sepse ata thonë me automatizëm na takon neve. Nuk është e vërtetë. Ajo është një diskrecion të presidentes dhe kushdo që e bin presidenten, që ka numrat e mjaftueshëm, i takon e drejta e nominimit. Ai mund mos jetë as deputet, mund mos jetë as nga partitë politike, mund të jetë rezultati i një konsensusi politik. Do thotë, kështu që nuk është diskrecioni i presidentit. Kushdo që përjashtohet mundësia që ajo përsëritja jap kandidatit tjetër të pashtu të partisë fituese të zgjedhjeve. Është në diskrecionin e saj. Nëse vendos partia fituese të çoj emër, bisedoj për emër tjetër. Me një javë tjetër do kemi pashtu me repriza gati teatrale, ne kemi punkt si them të komentojmë gjithë këtë
daldi politike, nëse mund ta them ashtu, por duket se është kakofoni është dekonstruktuar e gjitha për cilin mision e qëllim po e bëjnë të gjithë pa dallim thuajse. Maksimalizim të interesave të tyre partijake, asgjë nuk është tjetër në skenë. Faleminderit për kohën. Është kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.